ku janë ato të kapeleve, se me stafin sigurisht e kam mirë kuptimin. Po ja dolët, Po apo jo? Pse është kështu? Ja dolët. Ja dolët duke i marrë shpirtin vetes, duke i marrë shpirtin, sakrificën, mundin, punën, parat, qindra prindërve që janë pas jush, që mirë janë keni bërë që i keni marrë shpirtin, se në fakt shpirti jeni ju. Jeni ju. Dhe me gjithë se mund të kemi shumë gabime si prindër, si pedagog, si role model, si njerëz të shoqërisë shqiptare që s'na e lën pa e vënë një bisht edhe kur bisht nuk kemi, sërish ditë ju them që ajo që ju pret përpara është një magji. Jo, një magji e cila nuk është një mrekulli, është një shtrigëri. Do ketë aty brënda shtrigat, mirat, këqija, do ketë me ngjyra, e do ishte kollaj të kishim bardhëzi situatat, e ne si prindër, si pedagog, si njerëz që e shohim veten në përjetësi tek ju, do e kishim më kollaj t'ju andanim të mirën nga e keqja, nëse e mira me të keqen her pas here mos ishin bashk. Ju keni sot një momentum që merrni një diplomë në dorë. Ja keni dalë në një vend vështirë, në një fakultet apo universitet të mirë, dhe ja keni dalë me një bravo të madhe në një vend në të cilin shumë kush me atë zërin e djallit ju ka thënë e ç'të duhet të mësosh. E sigurt është që përgjatë rrugës ajo që do të shikoni është një krahasim i pafundëm sasior. Do t'ju thonë pafund e qa arrit e ti, e qa bërë e ti, e kur u bërë e ti, u bone e ti. Por, ndërsa do t'i dëgjoni këto, ju keni një avantazh të madh. Avantazhi juaj i madh është që duke nisur nga familjet tuaja, nga shtëpitë tuaja, e duke mbaruar te ky ambienti që ju kam gjetur her pas here në bashkëbisedime, ju keni marrë, le të themi, një nga edukimet më të mira, një nga investimet më të mira, çfarë do të thotë që keni një armaturë të mirë për të përballur të keqen.